Tjetra, 23 vjeçar nga Tirana është vënë pranga i dyshuar si porositës së një pakete me rreth 1.07 kg kanabis e trafikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arrestimi i tij ka ardhur si rezultat i operacionit të koordinuar të zhvilluar nga shërbimet e qarkullimit rrugor në bashkëpunim me seksionin për narkotikët dhe është pjesë e fazës së dytë të operacionit Pako. Të riut i ishte dorëzuar paketa me drogë që ishte tërhequr 3 ditë më parë nga një deg postare në Tiranë. Hetimet e zhvilluara nga autoritetet zbuluan lidhjen e tij me trafikun e narkotikëve, duke çuar në ndalimin dhe arrestimin e tij në kuadër të njëjtit operacion. Para këtij arrestimi në kuadër të operacionit Pako 1 dhe Pako 2 janë arrestuar gjithashtu 3 persona. Në operacionin e parë autoritetet sekuestruan rreth 522 gram kanabis me përqindje të lartë të HC-je, ndërsa në operacionin tjetër u sekuestruan rreth 1 kg me 700 gram kanabis. Pas këtyre zhvillimeve u shpall në kërkim edhe porositësi i paketës, i cili u arrestua pas një periudhe të shkurtër kërkimi. Materialet e ngjarjes janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Tiranë për hetimet mëtejshme.